do të jetë rreth 4 miliardë euro, nga të cilat qereku apo parafërsisht 1 miliardë euro do të jenë për investime kapitale. Risi tjetër është edhe paga e 13 për të gjithë punonjësit në sektorin publik, pra kushdo që punon 12 muaj në sektorin publik, me qeverin tonë fund vitit do të përfitoj edhe pagën e 13. Por jo vetëm kaq, është përfshirë edhe zbatimi i rritjes së pagës bazë varësisht nga përvoja e punës, me që rast kjo rritje është gjysmë pikë të përqindjes, 0.5% për çdo vit përvojë pune, e më herët, për 15 vitet e para, përvoja ka qenë e vlerësuar me vetëm 0.25% për vit. Pra kemi dy fishim të vlerësimit të përvojës së punës në pagën e gjithëmbarshme për punonjësit. Kjo pra përkthehet në rritje shtesë për të gjithë ata të cilët punojnë në sektorin publik, gjithnjë varësisht nga vitet e përvojës punës. Në këtë buxhet të rritur të shtetit tonë, natyrisht që parashihet edhe rritje e shpërndarjes dhe rishpërndarjes si aspekt i fortë social i programit tonë qeveritar. Përkatësisht kemi rritjen e pensioneve të shtesave për fëmijë, shtesave për lehona dhe të pagesave për të rinjt dhe gratë që angazhohen nga superpuna, pastaj kompletimi i reformës asistencës sociale dhe mbështetje të tjera për familjet. Kemi shtuar buxhetin për banat esenciale, për kulturën edhe për sportin, dhe gjithashtu po e rrisim mbështetjen në ndërmarrësi, në sektorin privat dhe për fermerët tonë, duke mos harruar edhe investimet në infrastrukturë publike. Është rëndësishme të funksionojmë gjithnjë më mirë, të vazhdojmë qeverisjen e mbarë dhe gjithçka po bëhet duke respektuar dispozitat ligjore e kushtetuese. Por ajo çfarë ndoshta duhet përmendur edhe më shumë për ditën e sotme është fakti që siç kemi premtuar, po i rrisim pensionet, pensioni bazik i moshës nga 120 euro sa është aktualisht, do të bëhet 150 euro, dhe kjo nënkupton që 200.000 pensionistë në Kosovë do të përfitojnë